Bashkimi Evropian i ofron Shqipërisë 64.5 milion euro. Kryeministri Rama vlerëson planin e rritjes dhe kërkon votën në 11 maj për të mos penguar antarësimin. Berisha i rikthehet sulmeve ndaj Altin Dumanit. Kreu i Spakut sipas tij bërë mburoj e vjedhjeve dhe skandaleve të qeverisë. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani deklaron se i ka dhënë 10.000 euro çdo muaj një oficer i policisë në Elbasan merrte të dhëna për armiqtë e tij. Ora 19 mi mbrëma nga Vision Plus, ky është edicioni qendror i lajmeve, ishin tituj, shkojmë me radhë. Shqipëria ka përfituar një fond prej 64.5 milion euro nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë thotë se parat do të përdoren për mbështetjen e reformave që afrojnë Shqipërinë me Unionin. Bashkimi Evropian ka miratuar parafinancimin me vlerë 64.5 milion euro për Shqipërinë, i cili do të mbështesë zbatimin e agjendës së reformave në kuadër të zhvillimit dhe angazhimeve që Shqipëria ka marrë me të. Ambasadori Silvio Gonzalo shpreh se ky plan do ndihmojë ekonominë shqiptare për t'u ofruar me atë të BE-s. Bashkimi Evropian qëndron në krah të Shqipërisë në rrugën e saj drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Plani i rritjes e ndihmon Shqipërinë për të arritur këtë qëllim dhe për të afruar ekonominë shqiptare me atë të Bashkimit Evropian përpara se Shqipëria të bëhet antare. Ne po e mbështesim Shqipërinë të konsolidojë shtetin e saj të së drejtës, të zhvillojë infrastrukturën e saj, ekonominë e saj të gjelbër, kapitalin e saj njerëzor dhe biznesin e saj privat. Europa është këtu për të mbështetur rritjen e qëndrueshme dhe kohezionin e vetëm të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Për kryenegociatorin Malina Luka, kjo mbështetje përkthehet në motivim në plotësim të kritereve. Ne e përqafojmë plotësisht madhësinë e kësaj mundësie historike si dhe angazhimet përpara dhe jemi të motivuar dhe të përgatitur për të vazhduar reformimin dhe përmbushjen me zell të kritereve për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Deri në vitin 2027 Shqipëria ka mundësinë të marrë deri në 922.1 milion euro në total nga plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor në këmbim të reformave, sundimin e ligjit dhe të drejtat themelore, energjinë e rinovojshme, ekonominë digjitale, kapitalin njerëzor dhe zhvillimin e sektorit privat. Kryeministri Rama ka kërkuar votën e shqiptarëve për të mos humbur, siç e quan, trenin e integrimit. Me bindjen se antarësimi në Bashkimin Evropian është më afër se kur, kryesocialisti është shprehur se më 11 maj qytetarët do të dinë të bëjnë zgjedhjen e duhur. Rama ka marrë në mbrojtje Altin Dumanin, duke thënë se kreu i Spakut ka solidaritetin e tij përballë atyre që i quan sulme kafshërore. Miratimi për fondet e planit të ri të rritjes për Shqipërinë nga BE për kryeministrin Edi Rama është një shenjë mirë në ecurinë e negociatave. Rama tha se kjo është koha kur BE-ja i duhet më shumë se kur Shqipërisë për shkak edhe të situatës gjeopolitike. Vijnë drejt për drejt nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë në 11 maj. Vota ka një peshë specifike të rëndësishme gjeopolitike, eksaktësisht për të garantuar paqen dhe sigurinë e popullit tonë dhe e vendit tonë duke hyrë në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama kërkoi votën në 11 maj dhe për të mos rrezikuar kërcënimin sipas tij të punës së drejtësisë. Të gjithë ata që si njerëz të degraduar dhe dëshpëruar rrinë edhe përsërisin çdo ditë burgu, ushe ka radhën, u futën gjithë në burg e tjerë, duhet ta marrë një përgjigje në 11 maj, sepse ata nuk kanë asnjë rol në këtë histori. Ata janë pengusit dhe janë armiqt e reformës në drejtësi. Një komenda i e bëri edhe për drejtuesin e SPAK, Altin Dumani. Altin Dumani ka të gjithë solidaritetin tim dhe solidaritetin tonë. Po i dëgjon tani bufin ti që thotë më jepni votën të shkris SPAK-un, e dëgjon bufin se çfarë thot edhe për çfarë përbetohet kur flet për Altin Dumanin? Kryeministri tha se zgjedhjet janë një moment historik për të mos humbur trenin e BE-s. Udhëheqësi i opozitës ju rikthye akuzave ndaj kreut të prokurorisë posaçme. Sali Berisha tha se Altin Dumani është bërë mburoje e korrupsionit pasi sipas tij ka amnistuar vjedhjet e kryeministrit Rama dhe zvendëses së tij Belinda Balluku.
Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha jo kundër përgjigj rivali politik Rama në lidhje me drejtuesin e prokurorisë posaçme kundër krimit të organizuar e korrupsionit Altin Dumani. Berisha para gazetarëve deklaroi se kryeministri Edi Rama mbron drejtuesin e SPAK-ut pasi sipas tij ky institucion nuk e ka marrë në pyetje qoftë edhe një herë të vetme. Ai edhe këpuc duhet t'i fshijë Altin Dumanit. Berisha përsëriti akuzat ndaj drejtuesit të SPAK-ut Altin Dumani se po amniston kryeministrin Edi Rama për disa prej projekteve të cilat sipas tij janë më korruptive të viteve të fundit. Po të mos Altin Dumani, para se t'ishte Erion Veliaj në qeli duhet ishte për djegësin Edi Rama. Ai duhet të bëj nga mëngjesi gjërndar, lavde, elozhe dhe t'i lpijet Altin Dumanit, sepse qëndron aty pikërisht se Altin Dumani është bërë mburoj e këtyre vjedhjeve dhe këtyre krimeve. Akuzat ndaj SPAK-ut Berisha i artikuloi gjatë një komunikimi me gazetarët ku prezantoi programin për shëndetësinë. Një reformë thellë shpejt dhe gjithanshme, në të cilën ka një synim dhe vetëm një synim. Rritja e shpejtë e cilësisë shërbimit shtetësor për qytetarë shqiptar dhe ulja drastike e barrës financiare të tyre në kujdesin shtetësor. Kjo barë sot shkon në 60% në një kohë kur në Gjermani është 12%. Në Itali është 21%, 60% është më të lartat në botë, dhe e tëra është korrupsion. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi se të gjitha koncesionet në sektorin e shëndetësisë do të anullohen pasi sipas tij janë korruptive. Qëndrojmë përsëri te Partia Demokratike, do të shkojmë në Shkodër, do të bisedojmë me drejtuesin politik të koalicionit opozitar të Partisë Demokratike, Luciano Boçi, gjithashtu dhe kandidat pjesëtar i listës sigurisht të mbyllur të partisë. Mi mërma zoti Boçi, cila është atmosfera në kampin opozitar në Shkodër? Atmosferë pune, angazhimi, kontakt me qytetarët, me strukturat e Partisë Demokratike, prezantim dhe lançim i programit dhe bashkuar në një qëllim vetëm, arritjen e fitores datës 11 maj. Në 2021 Partia Demokratike fitoi në Shkodër, kujtojmë bashkë shifrat, 5 vende nga 11 që ka qarku i Shkodrës, domethënë rreth 44% të votave. Partia Socialiste fitoi 3, rreth 28% të votave. Ju çfarë objektivi keni konkretisht në Shkodër përveç objektivit të madh që e përmendët që është fitoria? Po sigurisht tani ju dhat një rezultat 2021-shit, por s'kishi pse e përmendshit, pasi bët një analizë përgjithshme. Një detaj nuk u tha aty që ndarja e një mandati 6 ishte në një diferencë prej 800 votash. Ishte kjo diferencë që nuk e mori dot Partia Demokratike si numër votash, me qëllim që ajo të arrite rezultatin e saj të 6 deputetëve. Dhe në kushtet e reja, në mënyrën se si është pritshmëria, në mënyrën se si jemi paraqitur ne si forcë politike dhe si ka ardhur ajo pjesa e dominancës dhe rotacionit politik, kërkesa për ndryshim, na çon ne drejt një parashikimi shumë optimist se 2021-shi synojmë të marrim sa më shumë mandate, duke kaluar edhe mandatin 6, sepse tek e fundit to janë objektiva, janë pika që vendosen me qëllim që të arrijen dhe sigurisht angazhojnë edhe pjesën e strukturave dhe japin mesazhe të qarta edhe tek qytetarët për zgjuar atë vokacion të djathtë që Shkodra e ka, që ka pësuar një thyrje në 2023, jo për shkak të vokacionit, por për shkak të metodave kriminale politike të përdorura në Shkodër. Dhe që ne mendojmë që ky vokacion të bëjë diferencën dhe sërish Shkodrës ti kthehet ajo pamja që gjithmonë ka pasur si një bastion i zgjathës, por megjithatë si lokomotivë e fitoreve të Partisë Demokratike dhe vlerave demokratike. Kushte të reja, thatë ju, janë krijuar kushte të reja, por nuk përmendëm një faktor tjetër, LSI. Në 2021 gjithmonë ka fituar rreth 9% të votave, ka marrë një mandat, ndërkohë që faktori Çela në Shkodër, e njohim të gjithë, personin nuk është më aty, nuk është më në opozitë, është bashkuar me Partinë Socialiste. Ndërkohë, qeveria
ka ndërmarr investime në shkallë të gjerë në qytet, në zonë e tjera kuptohen përse. Si ndikojnë këto rrethana në këtë ekuacion pra? Tani ju përmendet këto që ndoshta ju duken më të rëndësishëm nga këndvështrimi juaj mediatik, se nuk duhet ta paragjykoj. Ndërsa unë kam dhe elemente tjera, por megjithatë unë jam besnik nga pyetjes suaj. Më thënë, këto variable nuk është se kanë të njëjtin produkt në kohën që kanë ekzistuar dhe në kohën sot që kanë ndryshuar. Sepse kjo matematika politike për drejt nuk është matematikë klasike, është tjetër gjë, sepse vërtet dikush mund të ketë bërë kapërcimin e ylberit nga një parti në një tjetër për shkak të interesave, por kjo nuk do të thotë që merr me vete të gjithë vagonat e votave dhe votat nuk janë trupa, bloqe, betoni apo tulla, por janë mendje, janë shpirtra njerëzish dhe si tilla nuk mund të ndjekin gjithmonë dikë që bën kapërcime për shkak të interesit. Aq më tepër që nuk kandidojnë vetë, kanë pjesëtarët e vet, respekte është çdo angazhim politik i ri është një rritje e re, por kjo nuk do thotë që të ketë pasoja, domethënë pozitive për Partinë Socialiste. Ndërsa për çështjen e LSI-s ne jemi në një koalicion, sigurisht LSI-ja nuk e ka atë forcën, dhe nuk e ka forcën sepse lideri i saj është i burgosur politik. Apo jo, sepse dihet domethënë roli një lideri në një fushat, megjithatë çdo gjë është brenda një koalicioni dhe ju përmendët emra, unë e quaj analistimet të emrave, ndërsa unë nuk përmend emra. Partia Demokratike ka emrat e saj, ka qytetarë devotshëm, qytetarë që jetojnë me sfidat e qytetarëve të tyre. Është një vlerë e shtuar dhe bën diferencën, por mbi gjitha mos harrojmë që Partia Demokratike këtu nuk hyn as me dajre, as me timona, hyn me program, hyn me zgjidhje problemesh, hyn me ato kërkesa që qytetarët i kanë dhe i kanë pasur gjithmonë, si çështje që janë shtruar për zgjidhje dhe që përfundimisht duhen zgjidhur. Dhe ky është avantazhi dhe ky bën diferencën. Këto kalkulimet pastaj unë e di, jam dëshirë e kurioziteteve, gjërave tjera, studiove, por nuk është se situata lëviz mbi këto shina. Situata politike, simpatisë, antipatisë, mbështetjes, lëviz mbi shina të tjera të komunikimit politik. Dhe me siguri do të kemi rast të bisedojmë. Dhe me siguri do të kemi rast të bisedojmë përsëri zoti Boçi. Ju falenderit, ne do të ecim tej. Është shtyrë për në datën 7 prill, seanca gjyqësore në ngarkim të ish-ministrit Fatmir Mediu. Shkaku bë mungesa e tij pasi kishte një ftesë në Kongresin Amerikan nga data 24 mars deri në datën 1 prill. Sipas avokatit të tij, Mediu duhet të jetë vetë i pranishëm për të paraqitur komentet mbi akt ekspertimin tekniko-ushtarak. Prokurori e quajti të pajustifikuar mungesën e Fatmir Mediu dhe kërkoi të vazhdonte seanca në prani të mbrojtësit të tij ligjor, por gjyqtarja vendosi që ta shtyjë seancën. Ajo i troqi vëmendjen Mediu, duke thënë se mungesa të kësaj natyre nuk do të konsiderohen më të vlefshme në seancat e ardhshme. I penduari i drejtësisë Nureddin Dumani tha sot se kishte korruptuar një oficer krimesh në Elbasan për të marrë informacion mbi armikun e tij Talo Çela. Sipas tij, polici shpërblehet çdo muaj me 10.000 euro. Të tjera detaje tronditëse nga bota e krimit, por dhe për korrupsionin brenda radhave të policisë janë rrëfyer sot nga Nureddin Dumani në seancën gjyqësore në kuadër të dosjes Plumbi Art. I penduari i drejtësisë ka treguar se një shef krimesh në policinë e Elbasanit gjatë viteve 2019 paguhej 10.000 euro në muaj nga ai për t'i dhënë informacione për Talo Çelën. Në 2019 një shef krimesh në Elbasan që Henrik Hoxha e kishte shok më jepte informacione për Talo Çelën. Shefin ma prezantoi Henriku. Ai kërkonte 10.000 euro në muaj. Ndër të tjera, Domani tha se ditën që u arrestua ishte nisur në Elbasan për të vrarë Oti Kilën për llogaritë të Suel Çelës. Në këtë atentat, Domani mbeti veti plagosur. Suel Çela ishte interesuar për vrasjen e Oti Kilës. Ditën e ngjarjes isha vetëm në makinë kur u qellova, isha shofer, më qelluan nga mbrapa. Më pas ula te sedilja e pasagjerit në makinën X5 kur u plagosa. Oti Kilën e njihja personalisht.
Kam denjur me atë bashkë me vllajin tim. I kemi shitur një makinë dhe i kemi bler një makinë. Autorët që më qelluan nuk i kam njohur pasi ishin të maskuar. Vetëm nga trupi shoferi më zhdukur si Talo Çela. I pyetur me pas, Dumani tregoi për mënyrën se si ishte përgatitur për atentatin, duke thënë me detaje për vendin se ku kishte bler armën. Ai kishte bler një Kalashnikov me silenciator në fier, ndërkohë që ishte pajisur dhe me një mitralos që ai kishte dhënë kushuriri i tij. Një 40 vjeçar është arrestuar nga policia e Vlorës. Ai është identifikuar me emrin Rinald Rakipaj. Përse? Sepse akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë 15 vjeçare. Sipas policisë, ngjarja ka ndodhur më 22 mars. Rinald Rakipaj akuzohet se ka nxitur të miturën së bashku me dy shoqe të tjera që të përdorin lënë narkotike. Këtë vepër penale 40 vjeçari ka kryer në bashkëpunim me një 33 vjeçar i cili ishte proceduar edhe më parë për nxitje të përdorimit të drogës. Prokuroria e Tiranës ka dhënë pretencën për motrat Antonella dhe Mariela Berisha, të cilat goditën me sende të forta 26 vjeçaren Klea Prenga verën e vitit të kaluar në një lokal në Tiranë. Prokurori kërkoi 3 vite burg për Mariela Berishën, e cila është në masën arrest në shtëpi, ndërsa për Antonellën ai kërkoi 3 vite shërbim prove. Dy motrat u vetë dorëzuan në polici në muajin tetor të vitit kaluar. Ato akuzohen për plagosje të rënë me dashje të kryer në bashkëpunim. Megjithëse kanë mbetur pak ditë nga skadimi i afatit për deklarimin e të ardhurave personale, afrogjysma atyre që preken nga detyrimi ligjor nuk e kanë plotësuar formularin. Për të gjithë ata që refuzojnë, do të ketë penalitete deri në 3.000 lekë, ndërsa ata që kanë bërë gabime, në formular do të ketë një tjetër shans. Kur ka mbetur edhe një javë nga mbyllja e afatit zyrtar të deklarimit të ardhurave, Mira Shqiptar ende nuk e ka plotësuar formularin. Sipas të dhënave nga tatimet, pritshmëritë janë që rreth 140.000 individ duhet të plotësojnë deklaratën vjetore të ardhurave. Por deri më tani rreth 50% e tyre e kanë zbatuar këtë detyrim ligjor. Rreth 140.000 individ i kemi të identifikuar nga të ardhurat nga punësimi, pra si individ me një total të ardhurash bruto nga paga mbi 1.2 milion lek, apo individ të cilët gjatë një periudhë, të paktën një periudhë gjatë vitit 2024 kanë qenë të dy punësuar. Është një numër rreth 80.000 individësh të cilët kanë deklaruar tashmë, ndërkohë është një proces normal deklarimi, jemi brenda afateve dhe i mundsohet të gjithë individët për të kryer deklaratën e tyre individuale vjetore. Administrata tatimore thotë se në faqen zyrtare të institucionit gjendet informacioni nevojshëm për cilin do që nuk ka njohuri të duhura, lidhur me atë që njihet si diva. Por çfarë ndodh në përfundim të afatit zyrtar që është data 31 mars, për të gjithë ata që nuk e kanë plotësuar formularin? Individët kanë detyrimin që të plotësojnë deklaratën brenda kësaj periudhe. Nëse do të vijojnë procesin e deklarimit përtej këtij afati, atëherë pas datës 1 prill, atëherë sistemi do të gjenerojë automatikisht gjobë, e cila është e parashikuar në ligj, prej 3.000 lekësh të reja. Por cilido që ka plotësuar gabim deklaratën ka një mundësi të dytë për korrigjim. Çdo individ ka të drejtën që ta korrigjojë vetë deklaratën brenda 3 muajve nga momenti i deklarimit 2 herë. Edhe nëse mbas kalimit të këtij afati individi konstaton që ka një të dhënë të pasakt, përsëri mund të kryhet korrigjimi, por në këtë rast korrigjimi do të kryhet duke i drejtuar drejtorisë rajonale tatimore ku individi është i regjistruar. Subjekti i deklarimit të ardhurave janë të gjithë ata që kanë të ardhura bruto 1.2 milion lekë në vit dhe ata që janë të dy punësuar. Këtë vit detyrim kanë edhe ata individ që kanë të ardhura bruto mbi 50.000 lekë të patatueshme, ku përfshihen të ardhurat nga qera editore, platformat Airbnb apo Booking. Viti i kaluar shënoi shifra rekord nga turizmi në Shqipëri. Të huajt kanë shpenzuar 5 miliard euro duke rritur fitimet në këtë sektor. Edhe remitancat ishin të larta në vlerën e rreth 1 miliard euro. Të huaj që erdhën në Shqipëri gjatë vitit 2024 shpenzuan në vendin tonë afro 5 miliard euro, një shifër rekord kjo krahasuar me vitin 2023. Të dhënat e publikuara nga Banka e Shqipërisë tregojnë se tremujori i tretë, që përkon edhe me pikun e sezonit turistik, është periudha me fluksin më të lartë të ardhurave të shpenzuara nga turistët e huaj në Shqipëri me 1.9 miliard euro.
Nga ana tjetër, edhe shqiptarët që udhëtuan jashtë shpenzuan një rekord prej 2.7 miliardë eurosh për vitin që lan pas. Po ashtu, Banka e Shqipërisë raporton se emigrantët, nga të cilët politika kërkon votën më 11 maj, sollën në familjet shqiptare afro 1 miliard euro përmes transfertave bankare apo dërgesave cash. Vetëm në 3 mujorin e 4 të vitit, emigrantët dërguan 273 milion euro remitanca, ose 8% më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë. Përfunduam këtu edicionin qendror të lajmeve për sot e martë 25 mars. Ju urojmë mbërmjet të këndshme.